Varësia e Shqipërisë nga ushqimet e importuara po bëhet gjithnjë më e dukshme, teksa prodhimi i vendas nuk po arrin të ndjek ritmin e kërkesës në rritje për konsum. Tregu i brendshëm po furnizohet në masë gjithnjë më të madhe nga jashtë, në një kontekst ku bujqësia dhe industria ushqimore vendase po përballen me vështirësi të shumta strukturore. Rritja e konsumit të brendshëm e nxitur nga urbanizmi dhe zgjerimi i turizmit ka shuar kërkesën për furnizim të vazhdueshëm dhe produkte të standardizuara. Këto kërkesa plotësohen më lehtë nga importet, të cilat ofrojnë stabilitet në sasi, uniformitet në cilësi dhe çmime më konkurruese krahasuar me prodhimin vendas. Si pasojë, raftet e supermarketeve po mbushin gjithnjë më shumë me produkte të huaja. Të dhënat zyrtare sinjalizojnë se importet ushqimore janë në rritje të vazhdueshme, si në volum ashtu edhe në vlerë. Shqipëria po mbështetet gjithnjë më shumë te tregjet e jashtme për të përmbushur nevojat bazë ushqimore, ndërsa pesha e prodhimit vendas në konsum total po zvogëlohet gradualisht. Një element që po favorizon importet është ulja e kostos për njësi të ushqimeve të blera jashtë vendit. Pas periudhës së çmimeve të larta në tregjet ndërkombëtare, ushqimet e importuara po hyn në Shqipëri me kosto më të ulët. Ky zhvillim është përforcuar edhe nga një kurs këmbimi më i favorshëm, i cili ka reduktuar barën financiare për importuesit dhe ka zbutur presionin mbi faturat e përgjithshme të importeve. Megjithatë, përfitimet nga ky zhvillim nuk po reflektohen në mënyrë të drejtë për drejtë te konsumatorët. Çmimet në tregun e pakicës mbeten të larta dhe në disa raste vijojnë të rriten. Diferenca mes kostos së importit dhe çmimeve finale në raftet e dyqaneve ngre pikpyetje mbi funksionimin e zinxhirit të tregtimit dhe nivelin e konkurrencës në treg. Një pjesë e madhe e ushqimeve të importuara vijnë nga vende dhe rajone ku prodhimi bujqësor është më i lirë dhe i organizuar në shkallë të gjerë. Produktet të standardizuara të prodhohen në seri të mëdha dhe me kosto të ulët, po zvendësojnë gradualisht prodhimet vendase, të cilat shpesh janë më të kushtueshme dhe më të fragmentuara. Ndërkohë, prodhimi i vendas po përballet me një së sfidash që e bëjnë më pak konkurrues. Kostot e larta të inputeve bujqësore, mungesa e mekanizmit, fragmentimi i tokës dhe vështirësitë në grumbullim, përpunimi dhe shpërndarja e rrisin çmimin final të produkteve shqiptare. Këto faktorë shtyjnë tregtarët dhe përpunuesit të orientohen drejt mallrave të importuar, të cilat ofrojnë me kushte më të favorshme. Ekspertët vlerësojnë se rritja e varësisë nga importet ushqimore e bën ekonominë shqiptare më të ndjeshme në zhvillimet e jashtme. Përfshi luhatjet e çmimeve në tregjet ndërkombëtare, kriza gjeopolitike apo ndërprerje në zinxhirin e furnizimit. Në mungesë të politikave të qëndrueshme për forcimin e prodhimit vendas, kjo varësi mund të kthehet në një rrezik afatgjat për sigurinë ushqimore dhe stabilitetin ekonomik të vendit.